Nga 1 janar i këtij viti ka hyrë në fuqi bonusi mujor për pensionistët. Të gjithë pensionistët me vite të plota pune që kanë pension deri në 40.000 lekë do të marrin një bonus deri në 1.800 lekë shtesë në muaj, ndërkohë pensionistët urban me pension të pjesshëm dhe të ardhura deri në 22.000 lekë do të përfitojnë një bonus mujor deri në 800 lekë, ndërsa pensionistët rural me të ardhura deri në 18.000 lekë në muaj do të marrin shpërblim deri në 1.000 lekë në muaj. Përfitojnë kompensim deri në 1.800 lekë. Është shumë e rëndësishme termi përpara, deri në 1.800 lekë, të gjitha ato pensione që janë më të vogla se 40.000 lekë. Kategoria tjetër është pensionet e pjesshme të pleqërisë. Pensionet pjesshme të pleqërisë në këtë term për të marrë këtë kompensim të ardhurash, konsiderohen të gjitha ato pensione, të cilat në momentin e caktimit të tyre nuk e kanë pas vjetërsinë e duhur sipas ligjit për ta përfituar të plot. Gjithë ata personat të cilët nuk e kanë pas këtë vjetërsi të domosdoshme, do të konsiderohen pensionet pjesshme, do të marrin shtesë për ato përfitime që janë në 22.000 lekë dhe masa e kompensimit do të jetë deri në 800 lekë. Përfitojnë pensionet e ish kooperativave ose pensionet rurale me vlerë deri në vlerën 18.000 lekë, pra pensionet poshtë kësaj vlere dhe vlera e kompensimit do të jetë deri në 1.000 lekë. Përfitimi do të ketë edhe për invalidët që do marrin shtesë deri në 600 lekë në muaj. Përfitojnë të gjitha pensionet e invaliditetit që janë nën 30.000 lekë dhe masa e kompensimit do të jetë deri në 600 lekë. Dhe janë pensionet familjare me masë nën 18.000 lekë dhe vlera e kompensimit do të jetë deri në 700 lekë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet fakti deri, sepse edhe në faturat që personat marrin pensionin, në faturat, dokumentin që ata vërtetojnë marrjen e pensionit, për shkak të madhësisë edhe të këtij dokumenti nuk deli qartë vendimi dhe mund të shihet 800 lekë dhe thotë pse s'mora 800, është deri në 800 dhe masa e kompensimit do të jetë diferencë të ardhurave që ai merr me masën sipas kategorisë ku i takon, 40.000 lekësh, 22.000 lekësh, 30.000 lekësh, 18.000 lekësh. Këto bonuse do shpërndahen gjatë gjithë vitit 2026 dhe vitin e ardhshëm.